Mund të themi që ka një betejë të vazhdueshme, të hapur dhe të përjetshme me krimin, e sidomos me krimin e organizuar. Dhe kjo nuk do të ndalojë me një ngjarje, sepse të themi që do zhduket krimi në vend, kjo është, domethënë, nuk është serioze, është e paralizueshme. Mund të kemi ulje, mund të kemi luftë, mund të kemi përballje, duhet kemi gjithmonë një struktura legjizlatuese që i fiton betejat, por jo që s'do kemi beteja më, apo do të themi një polici të realizuar kur nuk kemi më asnjë lloj ngjarje në vend. Se nuk e ka asnjë vend i botës, as nuk mund ta pretendojmë ne. Është dinamika e jetës dhe e zhvillimit dhe kjo do jetë përplasje e vazhdueshme. Ama policia do të jetë fitimtare. A ka problematika në rreth policisë? Ku ishte policia? Okej, ne mund të kërkojmë policinë në çdo moment. Por policia nuk është në 28.000 km2. Po në Rina supozohet që ti ke një... Patjetër.